Deputeti e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Time Kadriaj, ka ndonjë moment të veçantë në një takim i saj me Daud Haradinajin para seancës së Kuvendit të Kosovës. Me një postim në Facebook, ajo ka cituar Haradinajin duke theksuar një kritikë të tij ndaj kryeministrit Albin Kurti. Sipas Kadriajit, Haradinaj ka thënë, edhe thot për të 26 seriali vazhdon. Dauti po thot se për Kurtin më e rëndësishme është ta budena se zhbllokimi i Kuvendit. Kjo deklaratë sugjeron një frustrim të opozitës ndaj asaj që ata e shohin si pengesë të qëllimshme nga ana e kryeministrit për të zhbllokuar punimet e Kuvendit, duke vënë pa një preferencë për bashkëpunëtorët e tij të afërt mbi funksionimin institucional. Kadriaj gjithashtu ka shprehur zhvendimin e saj për mospranimin e një propozimi nga opozita për të zhbllokuar Kuvendin, duke thënë: "Ne u treguam shumë gjeneroz me propozimin e dy femrave deputete, por as kjo nuk deti për Kurtin." Kjo sugjeron një përpjekje nga ana e opozitës për të ofruar zgjidhje konstruktive, e cila sipas tyre është refuzuar nga qeveria. Në postimin e saj, deputetja ka kritikuar gjithashtu qeverinë për menaxhimin e sektorit energjetik, duke quajtur atë mafinë e bardhë energjetike dhe duke theksuar se faturat e rrëmës përndojnë qytetarët e Kosovës. Kjo pasqyron një shqetësim të thellë për ndikimin ekonomik që politika aktuale ka mbi popullin. Këto deklarata vinin nga një kohë tensioni të rritur politik në Kosovë, ku opozita ka shprehur shqetësimet për mënyrën e qeverisjes së vendit dhe për atë që ata e shohin si mungesë të bashkëpunimit nga ana e kryeministrit Albin Kurti. Kritikat ndaj qeverisë për menaxhimin e sektorit energjetik dhe për qasjen ndaj opozitës janë bërë më të shpeshta duke reflektuar një klimë politike të polarizuar.